Ato ishin primaret e para ku kryetari i partisë na vuri një primë na tha, këta 15 do jenë që nuk kanë punë as me primaret, janë se i dua unë në listë. Dhe këtu nuk pyetëm fare për statutin. Kur vendosëm të bëjmë primare, thamë që kryetarët e degëve duhet t'japin dorëheqjen sepse kemi statut. Po statuti nuk është në funksion të agjendës kryetarit, që kur do e përdor dhe kur do nuk e përdor. Dhe të gjitha këto i them sepse këto janë pak nga pak, që po na çojnë jo aty ku duhet ishim për 11 maj. Ka qenë 3 vite e domosdoshme të bëni partinë. Po ç'a bëm ne? I morëm dhe i raskëpitëm strukturat një ditë poshtë balkonit kryetarit dhe një ditë para dyrëve të skapit. Dhe kjo në mënyrë shumë të padrejtë e ka çuar këtë parti që po futemi në zgjedhje në konflikt me institucionet e drejtësisë. Kur me këto mesazhe që ka dhënë sistemi i drejtësisë dhe kryesisht SPAKO, me ato vendime që ka marrë, me ata individ të kupolës lartë të PS-s që janë brava hekurëve, SPAKO duhet të ishte aleat jonë më i fortë. Kurse ne themi hymë në fushat, Jo, mund ta mbyllni mendimin para se t'ju bëj pyetjen e radhës? Pra, ka qenë në një vendimarrje ku qershia mbi tokë ishte vendimi për listën, ku thash nuk u zbatuaj njëjti kriterë për të gjithë. Që diku më pak, diku më shumë kanë shtuar ato më tej pak knajtësit dhe fatkeqësisht të futemi në një fushatë zgjedhore ku është vënë në diskutim fitoria e opozitës. Këto lista, kjo përzgjedhje sa shumë ka për të ndikuar fushatën zgjedhore dhe pastaj edhe rezultatin e zgjedhjeve? Këto lista ishin një hap më shumë drejt mos hecjes në rrugën e dur. Dhe këtu fillon e mbaron problemi im që kam 3 vite që i qëndroj konsistent. Pra, e shitëm lart e poshtë sikur bëm primare, por nuk kemi bërë primare. Edhe ato primare që bëm, ashtu sikur se i bëm gjysma, edhe i zbatuam gjysma. Në një qark përdorëm kriterin e primareve, në një qark tjetër nuk përdorëm kriterin e primareve. Të gjitha këto kanë ndikimin e tyre dhe e themë është fatkeqësi që në këto zgjedhje do shkojmë si e keqja më e vogël. Gjithsesi, unë rotacionin e quaj të domosdoshëm, zgjedhjet kanë pasigurinë e tyre, mund të qelloj që në zgjedhje edhe mund të humbasim për pak mandate. Kjo duhet konceptuar si fitore për opozitën, që edhe nëse humbasim në rastin më të keq me 2 apo 3 mandate, sepse krijohen premisa që mund të bëhemi gati shumë shpejt, por nëse zoti Berisha në këto zgjedhje nuk merr as rezultatin e zotit Basha në 2021, patjetër duhet marrë fund politika e kontestimit të zgjedhjeve, po për interes të agjendës personale, dhe patjetër duhet të rriqet për të krijuar mundësinë opozitës të ribohet. A nuk duket sikur në fundit ja një sekond. Argumentat këto janë mundja e zotit Basha në zgjedhjet lokale dhe ekspozimi i zotit Berisha si faktori më kryesor opozitar na bëri që të gjithë të bashkoheshim dhe atëherë ja tham qartë që vërtet o zotëri dole shumë i fortë se zoti Basha, po ke dalë shumë i dobët se zoti Rama. Nga këtu duhet buronte agenda se si duhet sillej opozita që të unifikonte të gjithë PD-n dhe të shkonte deri tek elektorati gri. Në këto 3 vite fatkeqësisht e them që nuk i kemi bërë këto gjëra dhe prandaj po fatkeqësisht të futemi në një fushatë zgjedhore duke e lënë rotacionin të pyetje. Mos vall pikërisht kjo përzgjedhje që bëri zoti Berisha për listën e mbyllur me deputetët të cilët i ka quajtur qendrestare dhe me aleatët të ngushtë është një sinjal që ai tregon se nuk po bëhet gati për 11 majin, të cilin e quan të humbur, por për 12 majin, për atë çka do të duhet të përballet më pas vetë zoti Berisha. Këto janë agendat personale të leadershipit. Fatkeqësia e Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare është që agenda personale e leadershipit nuk hecën krah për krah me agendën e politikës të opozitës. Ka qenë një gjë shumë e mirë që në 2005 agenda e zotit Berisha shkonte krah për krah me agendën e zotit e opozitës. Atëherë zoti Berisha si ish lider i opozitës donte të bëhej kryeministër dhe një ambicë sekretisht normale, opozita donte të fitonte zgjedhjet dhe ecën krah për krah. Tani janë problemet e zotit Berisha me drejtësinë që kanë zhvendosur objektivat e Partisë Demokratike, kanë prodhuar një vendimarrje e cila nuk vetëm në drejtim të fitores të zgjedhjeve në fiton, përfshi dhe vendimarrjen e fundit listave. Juve do të vazhdoni të mbështesni Sali Berishën dhe Partinë Demokratike apo do të bashkoheni me fraksionet të tjera të së djathtës?
në mënyrë të padiskutueshme unë kam mbështetur dhe vazhdoj ta mbështes Partinë Demokratike. Ajo që më jep më shumë kënaqësi dhe opozitën dhe optimizëm është përkraja që kam gjetur në qytet, për këto qëndrime të mia që nuk kanë bëjmë me listat, po janë në mënyrë koherente për 3 vite. Edhe ky debat i sotëm që bëhet është që unë nuk kam respektuar vetëm vetveten, po kam respektuar integritetin e zgjedhësve dhe qytetarëve të Durrësit, që nuk pranova të kërcej një valle për të bërë pjesë e këtyre listave, po pranova të qëndroj në parimet e mia se si opozita duhet vinë në pushtet. Mos do ka ardhur koha që të freskohet leadershipi i PD-s dhe a është dikush i cili konkuron Sali Berishën brenda Partisë Demokratike? Ky është problemi kryesor, që ne po futim në zgjedhje me një leadership që i ka kaluar koha. Pra, zoti Berisha nuk e ka betejën me kohën, thjesht që ka kaluar koha dhe kuptohet që kjo sjell problemet e veta. Ndërkohë, sot kryetari i Partisë Socialiste, zoti Edi Rama, mbasi ka hedhur akuza për përzgjedhjet e zotit Berisha, duke përmendur terma të tilla si gjell e vjetër apo kënet, tribun VIP dhe teoria e kalit të ngordhur, ka folur edhe për të tillët. Ju vetë si gjykoni zgjedhjet e Ramës në kampin e të majtëve, në kampin roz? Objektivisht, zoti Rama shquhet për përdorime epitetesh dhe metaforash. Gjella më e vjetër që i ka mbetur në fytyrë të shqiptarëve dhe përthypin me shumë zor është ajo që përgatitet nga kuzhina e Edi Ramës.